kanë lidhje politike dhe kanë synu me shku në gjykatën kushtetuese, tentativë që me pas njerëz të cilët janë të lidhur, janë familjar të kandidatëve për të subjekteve politike dhe kanë lidhje politike dhe kanë synu me shku në gjykatën kushtetuese. Se gjithë ka qenë që edhe qëta që janë që tash në gjykatë kushtetuese kanë lidhje politike. Jo, me sa diun, pra ki gjyqtarë të gjykatës supreme të janë aty, po ka edhe të tjerë, pra është tentativë për mos me mujt me votu familjarët atje dhe menoj që është një element i mirë që njerëzit e tjerë me kuptu që nëse je familjari dikujt nuk është mirë me mësy gjykatën kushtetuese, mirë po me qenë profesionist ashtu që lyp kushtetuta jonë. Pra i kemi një tentativë të paktën një emri aty për si mbështetës si vetëvendosës me qenë pjesë e gjykatës kushtetuese dhe kjo dështoj pra dhe sot nuk e kaloj filtrin e kuvendit Kosovës. Duhesh më bësare dhe me thonë emnat gjithashtu tjerë, kështë që nuk janë që janë shty prej opozitës, janë emna që të kalumën, i ka shty politika si antarë të bordit të BÇK-s në kohën e PDK-s LDK-s. Jo bordit, dy palë kanë lidhje. Flasim edhe për emna që kanë qenë antarë të gjykatës kushtetuese, që kanë qenë atje. Edhe emna tash, për momentin edhe duhet na me diskutu në këtë tavolinë ose edhe në debatin publik, është tentativa që gjithmonë partitë politike me pas dur të zgjatur në gjykatën kushtetuese dhe definitivisht do të më i thonë jo këtij sindromi që atje me shku profesionist dhe njerëz që kanë integritet dhe cilët nuk janë patericat partive politike. Kallëzom, ti e përmene një kandidat që s'ka shku seci përpara edhe pse ke ma e mira në konkurs, apo? Kush është kjo kandidat? Ka qenë zonja Kusari, Benina Kusari, cila ka qenë e para në listë, një shpunëtore ambasadës amerikane, cila është zgjedhur për komisionit si kryesuese e listës, pra mas shumë tipik, po ajo nuk kaloi as në fazën e parë, pra tash nuk di arsye pse deputet nuk e kanë votuar në këtë drejtim, po u pa që njerëzit të cilët kanë mbështetje më të madhe politike u votojshin brenda këtij procesi, pra edhe ata që opozita i dënte në gjykatën kushtetuese, edhe ata që kishin më shumë connection. A bën kështu vetë edhe në Amerikë përkrahen prej partive politike antarët e gjykatës kushtetuese. Pse po bëhem na kaq edhe ma katolik se papa me menu që antarët e gjykatës kushtetuese nuk përkrahen prej politikës? Në Amerikë pas përkrahen. Ne nuk po e themi që nuk duhet me u përkrah. Mirë po, në rast që janë lidhje direkte, në rast se ka qenë ish aktivist, në rast se ka qenë njeri që ka mbështet direkt partinë politike, do duhet me pas një indirekt bën, nëse ka mbështet indirekt. Gjyqtarët e gjykatës kushtetuese janë njerëz të cilët janë për profesioneve juridike, pra ne nuk mujmë i thonë që ata mos me pas qëndrime për me dalë me votu. Mirë, po nëse ka qenë kandidat për gjykatë kushtetuese, ka dështu dhe është kthyer të bëjë ministër më një herë, po tregon që ka pas një lidhje shumë të afërt me partinë. Dhe kjo nënkupton që standardi minimal që ky njeri me qenë i pavarur prej vullnetit politik të një partie politike mund të me qenë bukur problematik. Pra, kemi parasysh gjyqtarët gjithmonë e kanë një vendimarrje në këtë drejtim dhe mund me pas ndikimin e frymës në cilën janë edukuar në proces.